Mirë se vini në program, e kemi hapur edhe për sot është ora 7, data është 21 maj 2025. Ky është Wake Up në Top Albania Radio dhe në ekranin e Top Channel. Unë jam Blendi Sale këtu bashkë me Engjina Sufin. Mirëmëngjes të gjithëve dhe paqë një ditë sa më të mbar. Dhe Nada Muçaj. Mirëmëngjes të gjithëve, gëzuar ditën e mërkur, po habitem çdo ditë më shumë sa shpejt fluturojnë orët, minutat, sekondat, është e mërkur, mes javës, domethënë. Nuk e prisni fare këtë. E kishim marrë shtruar. Po, është edhe dimër, është tin tjetër. Është pak dimër, po brenda sot javës mëngjes. ndryshon vestinën. Do t'ju themi, ndizni o gjaqet dhe nëse ju kanë mbetur shkarpa nga dimri, i mblidhini bashkë ato. Nxirni organet. Me shuka, me kështu gjëra. Unë kam nxjerr një batanie me lesh. Ndihet, shiko, sot kam pasur ndoshta një nga ditët më të vështira për të çuar nga krevati. Më shijonte shumë, ai vështirë. Unë kam thënë top, domethënë nuk është se jam keq, por Po ndoshta prandaj, ke bërë gjumë të mirë, s'do të çohesh. më rrie, ishte këndshëm ashtu, ishte. Kështu që ju a di Terezin juve që jeni akoma në shtrat tani. Ka njerëz mendoni që shikojnë televizor nga shtrati këta që mbajnë Tjetër që po. Në dhoma gjumi televizor. Sa një unjer që i kam kështu të mitë këtej që janë kështu domethënë. Po. Këta zgjohen dhe më vonë. Nga ora 12. Hapin e dritare një lutem se. Hapin Netflixin. Çë foto, është sa bukur dukesh ndërkohë duket organet. Na çoni foto, na çoni, nëse jeni ende në gjumë duke parë Wake Up-in. Na çoni foto me këmbën tuaj. Duam nxjerrni gishtin e këmbës. Një këmbë se kjo do të jetë shenja që jeni shtrirë në po, na përshëndesni me një kështu. Good morning. Po gjithsesi gocat janë gati, janë rregulluar, zbukuruar e gjithçka tjetër. Po ashtu dhe unë, palese ankohem, po jemi gati, jemi okay. Jemi okay. Po të na e dini dhe ju, siç u dim neve juve. Kaq mjafton. Se mëngjeset janë të vështira për të gjithë. Jo po, kush paguan, jo po, unë paguaj time, jo po ti paguaj tënden, jo po do paguaj vetë, unë i them merr të ngrohta. Unë jam e pavarur punoj vetë. Tani, okay, sot është dita. Sot mëngjes ju pyesim juve. Kush do të paguaj tavolinën në takimin e parë? Po na thoni të vërtetën. 069 442 8873. Pra, jo këto. Çe mendon që është çështje delikate, mendoni që është se shumë kontroverse, po. Nuk do thosha. Ne kemi një përgjigje kontroverse, po. Shumë mirë, pra jo vetëm ne, po shumë kanë përgjigje dhe na kanë shkruar kush të ketë lek, thot Mariana. Kush humbi zgjedhjet, thot Gazi. Oh, okay. Kush Gazi? Po. Kush gaz është? Është gaz. Po zëshin e apo është? Në parlament. Elsa thot rregulli është dhe nuk ka pse ndryshon, ai ajo qofton në takim. Okej, qëndron edhe kjo. Takim në parë? Juliado thot varet, siç tha dhe Elsa tek pallati 176, e pash që ai më donte dhe ja thash vetë para. Lëre pastaj sot kuptoheni vetë në sy. E bukur është. Interesante. Pash ai më donte dhe ja thash vetë para. Po, kushdo që ka thirrur takimin e parë, thot Luciani, po djali mo vëllai që në takimin e parë deri në të fundit, thot Sueldi. Bravo Sueldi. Sueldi pas ka lek mjaftueshëm. Kush ha më shumë? Deri në të fundit, pas ka një takim të fundit. Që nga gentlemanor, se ka nga ata që kanë lekë dhe nxjerrin gur të çash kokën, që ti jemi fair. Kush ha më shumë, thot Andrea, ndërkohë na shkruan dhe Artoni, thot për sa i përket Ballkanit dhe shqiptarëve, asnjë diskutohet që paguan djali, kurse në vendet perëndimore mendoj ndryshon dhe veprojnë ndryshe. Çdo kom dhe vend ka kultura të ndryshme, ashtu siç janë mësuar, edukuar, ashtu veprojnë, pa marrë parasysh se ku jetojnë. Po mirë. Tani, në takimin e parë, të parin, mendoj që është shumë e këndshme dhe siç themi ne, një gentleman i vërtet, të paguaj djali. Në takimin e parë. Pastaj, në momentin që ti je në raport me të djalin, ti ushtihen në debat. Ka goca, nuk po them çuna, ka goca që thon, jo nuk dua të më paguaj ai. Po mirë, nuk e gjykoj. Po mirë, më shumë ka çefin e vet. E kuptoj. Por mund të ketë çef dhe djali dhe jepja këtë mundsinë, lejoja. Që goca ka një gjë që paguan tek i pari dhe pastaj paguan djali gjatë gjithë kohës. Mund të jetë ashtu. Jo, ose paguan pastaj mësoj të keq çuni dhe fillon pastaj mërzitet jo po pse s'm paguajti ndonjëherë. Ka një zgjidhje edhe për këtë dhe na ka shkruar Denisi, thot takimi i parë nuk duhet fare as në restorant as në kafe. Ku duhet ama? Duhet një ecje, shëtitje në park në natyrë, ku mund të komunikohet qet. Po shkuat në restorant dhe goja plot dhe buzët me xaxhiç apo me ketchup dhe duke folur, ka dhe tipa që përplasin buzët si qen, iu, kur haj. Po më mirë ta dishin takimin e parë, që si haj. Si të babzitur, loja ka mbaruar. Një sekondë zoti shkrimtar sa e pikturove shumë keq. Bëre kështu rënd fare. Me xaxhiçe, me buzë për plazën, plau. Sidomos në shqiptarët që kemi sëmundjen e tangrëllikut, kur shkojmë në restorant bëjmë si bosa. Mirë, mund të jetë. Kjo është edhe gjë.
Dakor, po si sugjerimi i tij ishte një ecje në pyll. Me një panjor, po. Pelisheni, shëtitje. Se një fare, takimi fare ti dela në pyll. Takimi fare do të çojë diku thellë nga mali. Do dalim për vrap me Pelisheni. Duhet ke një spadë vogël se ka shkarpa, duhet të hapim rrugët kështu si në xhungël. Te takimi i parë flasim, pastaj në takime të tjera mendoj që është totalisht shumë normale që të paguajë edhe vajza. Mund të ndodhi që nuk ka djali për momentin ose ka vajza dëshirë të paguajë. Mund të paguajë të dy, pastaj duket totalisht normale. Sepse edhe në mentalitet është gjithmonë djali që fton. Për takimin e parë, nuk ndodh që të jetë vajza, po mendoj që është kush fton. Pra kush e ka dëshirën më të madhe. Dakor, kështu që bie dakord me disa prej përgjigjeve që thoshin ai që ka ose ajo që ka ftuar, ajo duhet të kush ka interesin për të njohur, duhet të paguaj. Dakor, është shumë transaksionale. Mund të ndodhësh edhe që e fton ti ose unë për shembull dhe gjithsesi. Sa keni pazarin për të njohur. Ka ndonjë gjë, nuk është se ndalon dot. S'ka lidhje, nuk ka rregulla, po them në mentalitetin ton, duke qenë se është djali gjithmonë ai që të fton për first date-in, takimin e parë, rrjedhimisht ai që është më i hapur për të paguar. Thellë ne duam që ti të djali ai që na ftoi për dating. Pash një reel, një gjë që qarkullonte online me këtë pyetje, ishte bërë jashtë, kam përshtypjen në Amerikë. Edhe djali që fliste se pash gjithë, po njëri që fliste i pari aty si intervistuar, si Vox Pop kështu. Thoshte shiko, dhe mu duk sikur kishte një lloj të drejtë. Thoshte unë vlerësoj faktin që kjo vajzë ka marrë kohën të më njohi mua, me që ky e pas ka ftuar. Edhe në një jetë si kjo, thotë ai, në një botë si kjo, ku ka shumë weirdo atje jashtë, lloj-lloj meshkuj të çuditshëm edhe të ashtu. Unë e vlerësoj faktin që ajo si thosh mori edhe këtë hap guximi se si diet asnjëherë si të del, e kupton? Edhe në fund të një takimi që shkoi shumë mirë, unë ndjej kënaqësinë t'ia ofroj asaj ku diun darkën apo çfarë ishte ajo. Gjëja, është edhe tradicionale, është edhe çështje mentaliteti, se di po shikoja një video ku pyeten amerikan edhe rus, edhe i thua që a do e mbaje ti bashkëshorten tënde, pra je martuar me një vajzë, do punoje ti për të dhe ajo të rritet në shtëpi. Amerikanët nuk është se konceptonin dot fare këtë gjë, nuk thonin pse duhet ta mbaj unë të dalë dhe të punoj, ta mbaj vetveten e saj, ndërkohë që rusët ishin shumë okay, thoshte unë kam zgjedhur të njeriu për të ndarë jetën dhe respektoj dhe në këtë formë duke punuar edhe unë për të. Po sigurisht është çështje kulture dhe mentaliteti, është vërtet. Po nuk ka formula fikse gjithsesì. Po pse shikojnë ndoshta amerikanët shikojnë që në çifte shikojnë njëri tjetrin krah për krah, rusët ndoshta shikojnë njëri tjetrin mbi njëri tjetrin. Po pra pastaj çështje balance. Ta ka një grua ta mbaj kalipic gjithë jetën, e kupton? Mund të jetë edhe ashtu. Ose ta qef. Marrin gratë, të rusët të pasur. Që i marrin gjitha gratë modele super të bukura se i duan gratë në njerëz të trofe, kupton? Ashtu janë ato, po. Ata janë një kategori njerëzish. Se janë të gjithë ashtu. Rusi mesatar nuk mban dot. Pastaj të bër janë, po ha. Rusi me krizën ekonomike, rusi mesatar mban gjysmë gruaje tash, domethënë realisht. Po gjithsesi ose ndan me shokun. Ku diun tani, mund të blendi stopet. Duhet të them ekonomikisht. Gjysmë gruaje se ndan me shokun dhe was hard. Është çështje statistikash. Okej, mirë. Okej. Kështu. Atë si mendon pra që duhet të duam dhe gruan ton dhe gruan e shokut. Ta respektojmë. Ta respektojmë. Rasti rusëve që hapen dhe ofrohen, por shikoj, është e çuditshme edhe kjo që thua për në Amerikë, sepse në vitet 50 për shembull, edhe ju e keni këtë edhe në filma nëse do. Flasim për rinin sot, si konceptuar. Në vitet 50 gratë amerikane nuk punonin, gruaja amerikane rrinte në shtëpi, edhe mbante një shtëpi të bukur me fjongo e me gjëra kështu dhe kur vinte burri duhet të kush na e bëri dëmin. Ndryshim shumë i madh kultural. Po ishte lufta e dytë botërore pra. Po të stiçin çuna luftë dolën gocat në punë edhe. Ka qenë trend në TikTok që vajzat bënin video dhe thonë kush luftoi për drejtat e grave? Ishin mirë. Do të kujdesem për një shtëpi të bukur kur punonin burrat. Po. Skandalin pavarësinë, baraz digjinore. Jemi kthyer. Në pavarësi, shohë që alarmi. Çoshën pesë aty. S'është problem. Do shkojmë tani tek me që jemi te alarmet që duhet të trokasin edhe të na zgjojnë e na bëjnë. Kjo kënga ka alarmin në titull që do të dëgjojmë tani është nga Drake, quhet Hotline Bling dhe i takon Drake-ut sepse në këtë datë, në datën 21 maj 2016, pasi kishte nxjerrë albumin e tij të ri, 20 nga këngët e albumit hyn në Hot 100. Pra 5%, më fani 20% e gjithë Hot 100 ishte Drake. 20 këngë nga 100 ishin të tjerë. Po, Kendrick Lamar ku ishte. Ishte më herët, kështu që them se kjo është e bukur goca, kjo është e bukur. Ka qenë periudha e Drake-ut. Shumë e bukur, se diskutoj. Po, shumë mirë. Rikthehemi në studio për të njohur me parashikimin e motit për ditën e sotme. Do duhet i themi mirupafshim diellit sepse sot rikthehet moti i pashëndrueshëm, vranësira mesatare deri të dendura, por dhe kthjellime të herpashershme. Më intensive gjatë pasdites do të janë rreshtet e shiut, por zbuten në mbrëmje. Era fryn nga jug perëndimi
me një shpejtësi mesatare deri në 10 metër për sekond. Sa i takon temperaturave, ato mbeten konstante, 8 shënon minimumi dhe 27 gradë maksimumi. Dalim pak edhe tek vendet e rajonit për të njohur me temperaturat përkatëse. Prishtina zgjohet me temperatura 11 deri në 22 gradë Celsius, Podgorica 17 deri në 21 gradë Celsius, Athina 18 deri në 27 gradë Celsius dhe Shkupi 12 deri në 25 gradë Celsius. Shkurtimisht u njohet me parashikimin e motit për datën 21 maj. Dhe tani, pyetja e pamundur. Si çdo ditë pyetja e pamundur ju shpërblen me një kupon nga Enzo Attini. Tani e dini ju nëse doni ta merrni këtë kupon apo jo, ne kemi një pyetje dhe për sot qëllon të jetë kjo. 34% të rinjve e kanë një të tillë. Dhe nuk ju vjen turp fare për këtë. 34% e të rinjve e kanë këtë së vjen turp. Po pse është diçka që praktikisht do duhet u vi turp, po këtyre 34% që të vjen? Të gjykojnë një çik. Janë të pacipët midis nesh. Është e drejtë që të gjykojnë apo thjesht kot? Për mua jo, personalisht, ç'pun kanë? Do bëjnë ç'të duan, fundja. Jeta e tyre është, e kupton? Qartë. Jo po pse ke, jo po pse mbani, jo po ç'duhet. Jo më zot rrego shifër, hallin tat vish kpuzët ikën punë. Hajde. Po. Zoti ta ka dhënë hundën të marrësh frym, jo të fusesh ke punët e tjetrit. Bravo. Nxjerrë hundën me kujdes. Të riqum mbrapsht. 34% të rinjve e kanë një të tillë. 069 442 8873. Doni kuponin nga Enzo Attini. Po, edhe hundën. Mbani në hundën e keni kështu. Mos e lëviz në fjongo. Vendi s'ke ide fare? Më mirë jo, nuk duam përgjigje, ama se na jepni përgjigjen e saktë edhe. Mos po flasë që se prishim lojën, nuk e prishim lojën. Doja që t'i bëja urimet Anies Butrinti, po lexoja faqen e Top Channelit pak më herët për lajmet edhe këto gjërat e tjera, po Ania Butrinti ose e njohur ndryshe edhe me emrin Butrint P134, siç kanë këto, është pjesë e flotës detare. Forca detare. Tonave dhe të NATO-s. Në detin e Gje kanë shpëtuar 13 emigrantë, cilët rrezikonin mbytjen, mes tyre edhe 2 fëmijë. Të vegjël, siç mund të shikosh te ajo foto atje është një fëmijë vogël që po e kalojnë nga gomonia tek mjeti tjetër pastaj detar atje për gëzime për këtë. Emigrant të huaj? Emigrant kanë përshtypjen janë nga lindja e mesme, këta që ikin nga konfliktet dhe këto gjërat e tjera. Ka qenë në detin e Gje dhe ka qenë edhe në koordinim me flotat detare greke dhe turke që patrullojnë atje, por kjo nuk është hera e parë. Janë bërë 111 njerëz që janë shpëtuar nga flotat detare shqiptare në to që quhen operacionet e kërkim shpëtimit ose search and rescue. Bravo, ka shpëtuar jetë njerëzish. Po, besoj pastaj kujdesen për ta. Ata qëndrojnë këtu, vendosen këtu? Jo, kam përshtypjen që ata qëndrojnë në territorin grek fillimisht, se synojnë territorin grek dhe do të jetë vendi më i afërt me ku janë gjetur etj. Nuk e di si funksionojnë këto gjërat, por që janë shëndoshë mirë kjo. Po strehojnë diku gjithsesi. Po patjetër. Marrin shërbime shëndetësore që kanë nevojë. Procedojnë të paktën janë në tokë. Janë njerëz, janë kanë të drejtat e tyre. Njerëz njësoj si ne. Okej, shkojmë në tutje tani, kemi një këngë për të dëgjuar, në anën tjetër pastaj kemi për të luajtur bashkë, kemi dhurata për të fituar, por ju mbani mend këtë, pyetjen e pamundur. 34% e të rinjve e kanë një të tillë. Dhe nuk kanë turp fare për këtë. Është e rëndësishme. Ndja pse duhet. Po fare. Edhe unë kam një të tillë. Edhe ti? Mbaj dhe në makinë, po jo vetëm në shtëpi. Është një kuror mbretëreshe? Se di, nuk të kam pyetur për këtë. S'ka pyetur, nuk e di, s'e ke parë. Jo. Nuk është kuror mbretëreshe, jo? Një shumë në makinë? Faleminderit, jo. E kemi si motor këtë. E kemi shumë xhan. E kemi shumë xhan, na duket sikur kemi kështu. Por mua pak kështu si motor shpirtërore. Ndoshta nga që ja di një çik rrugtimin edhe vështirësitë që ka kaluar. Ka hequr një çik kjo goca, po. Po humbi një fëmijë. Po, e kam parë. Pastaj në një kompeticion në Kin shumë të rëndësishëm që quhej Singer, që Jessie J e fitoi, atje ndau gjithashtu për herë të parë publikisht që për shumë vite ka patur një problem me zemrën, gjë që ja vështirësonte, po themi, rrugtimin në muzikë, këndimin. Ka dalur, po tani ka krijuar një familje shumë të bukur. Është e martuar, ka një djalë të vogël që quhet Sky dhe po i rikthehet muzikës, po bën këngë të reja, një album të ri dhe ka nxjerrë datat e reja të koncerteve dhe të turit të saj. Ai jam shumë e lumtur për gjë. Bëri pushim për shumë vite, po në fakt ka sjellë këngë shumë bukur. Kur bien në çuna të mirë këto goca. Siriana për shembull me A$AP Rockin atje. E pa të përgjigjen e A$AP Rockit, A$AP Rocky duhet të ketë marrë trajnim nga një burr i mençur, nuk e di. Po nga Rihanna që sot ke shtëpi, hajde çik. Jo, mendoj që ka një mentor, mund të ketë Morgan Freeman. Shiko, ajo
video që pam dje e Denzel Washingtonit që fliste me atë, e kishte pickuar ai tipi, prandaj kishte tërhequr nga mënga, se tregonte në një video tjetër. E kishte tërhequr nga mënga për t'i marrë një, ai shkreti donte që të kthehej nga ai për foton. Po doja thosha, A$AP Rocky ishte aty. Ishte ngjitur aty. Edhe më shkoi të takonte Denzelin kur Denzeli u kthye këtij tjetrit. Dhe po thosha, kur A$AP Rocky se pyetën ata, what do you think about black women? Çfarë pëlqen më shumë? Rreth grave zezake. Po zezake. Dhe i tha, më pëlqen zezake ime. Yes. Rihanna. Shikon po. Prandaj po them që është i vitur. Është si një qen që i ka mësuar ato çow. E mëjë tek Rihanna. Edhe trajton mirë duket. Ke showbizi. Se menduan që Rihanna s'do rikthehej më në muzikë. Edhe gjithë thonin, po pse ajo do të bëj muzikë? Rihanna do të rikthehet në muzikë. Tani fëmijë muzikë. Dhe pritet që të ketë një album të ri. Se la sa vite pauzë, sa të lindë. Po bë miliardere, shtatzon sërish kështë e treta, shtatzon. Dhe ajo ka thënë që unë ditë bëj vetëm çuna. Urojmë që ti thyet miti. Po le të shikojmë. Se sa do bëj gocë. Se po bëri gocë do jetë këngëtare me siguri dhe ajo. Luma Sapi. A jeni gati goca? Gati. Le të luajmë lojën tonë të paftuarit. Alo. Urdhro. Alo. Kush jeni ju lutni? I paftuari. E paftuara. Në Wake Up. Okej, sot është ditë e mërkurë, ne do t'japim një kupon për 100 eurosh në vlerën e 100 eurove nga Louis Medical Aesthetic. Është klinika estetikës këtu. Vend shumë i mirë ku ju mund të rifreskoni bukurinë tuaj në qindra mënyra. Kështu që ju çojmë tek Louis Medical Aesthetic, por duhet të fitoni këtë lojë. Kemi 4 vende, sot e kemi gjeografike, kemi 4 vende dhe duhet të dalloni atë që ndryshe nga të tjerët ka diçka. Okay? Ka një gjë ndryshe. Ka një gjë ndryshe, po. E hodha foljen mbrapa. Njëra është ndryshe. I pari ndër vendet tona është Madagaskari. I like to move it. You like to move it. Move it. I dyti, Sazani. Më pëlqen çfarë? I treti, Kushneri. Po sa duhet të thoj, po lësh se thash mos. I treti është Manhattani, me që po flasim për Kushneri. Aty. Manhattan. Dhe në fund Karaburuni. Lëmsh. Dhe me këtë reagim në studio, edhe një tjetër pra. E di që është pak, është enkas kjo, po. Ka një zgjidhje, nuk është aq e vështirë. Po na nxjerr me foto tani. Edhe një tjetër, Madagaskari. Super. Sazani. Manhattani. Dhe Karaburuni. Okay. Yeah. All right. Çfarë janë dhe pse? 069 448 873 069 448. Falem. Po mjatë tash mjatë ti Istanbul ajo është krejtë. Po mjatë tash. Le ta tregoj një vetë. Falem një mua. Po ti lere me të flasamun. E bëri mute. Dizi janë çika. E kanë butoni, ka dalë butoni portokalli atje, po. E mirë, s'ka gjë. Një dy. Unë të dëgjoj gjithsesi, vazhdo ti. Atëherë presim këtë telefonatën tani, të shikojmë se kush do ta fitojë këtë dhuratën për sot. Ekshu. E kaq. Po na thonë në gjë nga shtëpia. Mirë kemi qenë. Faleminderit. Rrofsh e pyetëm. Ti si ke qenë? Lavdi zotit. Mirë, më shqetësir. Blendi? Shumë mirë. Gjithçka okay? Shumë mirë. Nëse ju duhet diçka, numrin tim e keni. Po tjetër. Mos e çoka shkollaj. Faleminderit. Dua t'ju ndihmoj, dua t'jam aty për ju. Alo. Urdhro. Përshëndetje. Si je? Unë jam mirë dhe uroj që vetë të jeni mirë. Ne jemi shkëlqyeshëm. Ne jemi shumë mirë. Na njoh se sa doja të thoja, donim t'ju japim disa tenxhere me ofertë. Si kemi do po tenxhere. Ku po shkon? Të dëgjojmë që je në makinë. Jam në makinë, po shkoj në Fier, nisemi bashkë, jam një ndër personat që vi në Wake Up, po kam ditë që i bie për të dhënë një përgjigje të saktë. Dhe më në fund e ka. Dita erdhi. Erdhi po. Je miku i Wake Up. Ç'është risku? Kur ta kesh riskun? Jam mik me juve, po në fund fare. Po, në fund ruaje, mbaj edhe miku jo, mos na vjen, mos e kemi pasur të ftuar këtu më intervistë, me sa kuptoj. Po jo, na thuaj pak çfarë po bën në Fier. Po. Do takosh njëri ke punë? Jo, nuk për çështje pune, po un jam mjek me zanat.
është mjek. Është një mjek me zanat, është me zanat mjek. Okej, filloj një lojë tjetër tani. Ne të gjejmë se cili është mjeku ynë, po. Okej. Nuk është ai, jo. Nuk. Pastaj do të pyesim gjëra të tjera. Atëherë, le të përshtatemi me lojën atë. Doktor Ali Mehmeti? Doktor. Doktor më dhe zemra. Të bëj shaka. Hajde luajmë doktor. Uribe, atëherë, edhe një tjetër. Kemi këta këto vende pra. Në fillim Madagaskarin, pastaj Sazanin, Manhattanin dhe Karaburunin. Atëherë unë nuk përgjigja për Karaburunin, me qenë se Karaburuni është i vetmi gazishull, kurse të tretë të tjerët janë ishuj. Janë ishuj! Ishulli i Manhattanit, ishulli i Sazanit dhe ishulli i Madagaskarit. Dhe pak dritaren lutem doktor, se ufton. Po, është. Na filloi qafa të kishin se unë jemi në tunel i Fierit, ka një tunel të ri. Me sa kuptoj. Okej, në rregull, tani kemi dhe një pyetje të fundit. Doktor. Unë jam pasuar, ja. Okej, doktore. O doktor, shumë mirë këtë lojë. Ke fituar, po tani do na tregosh emrin. Unë faleminderit që kam fituar, por dua ta bëj dhuratë ty. Wow. Gjete ku të bësh dhuratë, doktor? Doktor. Aty ku ka plot, aty shkon. Doktor zemra ime. Do për zemrën time. Ta dhuroj motratë të të shkë. Enxhi ka më shumë nevojë, kështu që Po prit se jam kurioze. Ja prit. O doktor. Po. Pse do ma dhurosh mua? Po, thjesht vetëm simpatia, njohja që kemi asgjë tjetër. Njohja që kemi qeqja. Doktori Jokmi? Doktori Veshkave? Po jo, se jam i ftuar i Wake Up-it. O doktor, po na e thua emrin se na prelësh. Është doktori i zemrave. Kaq Zire stetoskopin doktor. Genti quhem. Si? Blendi. Genti. Doktor Genti, pra doktor Genti. Ah, doktor Genti. Ja, ju a tha tani dhe Genti është fitues. Doktor, shumë faleminderit. Ta kam vërtetur. Faleminderit shumë për dhuratën. Dim se kush je. Po mirë, ne mund t'ja japim një dikuj tjetër. Po unë vlerësoj gjithsesi. Po ne çfarë t'ju japim juve? Tani se dhuratën. Buzëqeshje vetëm. Okej. Kështu ne. Kjo është qeshëm gjithmonë. Ju lutem atë buzëqeshjen radiofonike. Okej. Shumë mirë. Doktor, gjithë mira, faleminderit. Hajde pa. Doktor Genti sot ka fituar ishullin e gazishullin e Karaburunit, ka fituar gazishullin e Karaburunit. Hapet një doktor, leku shkonte leku thonë. Mori kontratë me Kushnerin për Zazanin. Shumë mirë. Mbas pak do të bëjmë një anagram edhe do ta japim këtë dhuratë nga Luis Medical Aesthetic. Domosdoshmërisht. Faleminderit që sutoja që luani. Jemi gati për rekrutimin e Tikotakos. Jemi gati për rekrutimin. Yes. Gjithmonë. Dhe tani Tiko Tim. Okej, sa më shumë fjalë të cilat mbarojnë me Tim. Ro. Mbarojnë me Tim. Na ngjitsi për momentin. Ro. Mero. Duro. Ligjëro. Borde. Bordero. Pse për pak u troma më të keq. Jo, është me l. Po, s'ta mban më tani. Kam një anagram më shumë e gatruar. Okej. Ne thot paraprakisht që mos çuditeni. Na përgatit. Okej, Blendi. Hoj herë inshallah. Është e gjatë? Është e gjatë. Po ti nuk je një princ. Është ndaj folje? Me një princesë. Është Na jep një ndim. Tash div. Mo çfarë diva kjo deklarimi, ç'është kjo që deklarim në të ardhurën, ç'a? Zhimi. Okej, thua edhe një herë tani Blendi ti Zhimi. Okej, nuk është shumë e vështirë. Atëherë, prit. Tash div Zhimi. Është lojtari i në tav me i Gjorgjis. Divzhimi. Tash divzhimi. Po bëni top futbollit. Çu i kanë këta? Tash divzhimi. Tash. Kjo është e lehtë, more. Ajo ti gjen gjithmonë anagrama, të rri Blendi. Është komplikuar. Kur bën duart kryq kështu, kur mban duart kryq tak e gjen. Tash divzhimi. Me hile. Jo, thjesht kam thyer thojnë edhe po e fsha. Thorin. Thori, do i mbi thojnë. Merr zeqinen me vetë bëni bashkë. Po, zeqineja çfarë? Do të thonë i bëfshit.
ju i bësh kurban 100 se ka para. Jo, Zgjinia ka rrogën më të lartë se e mori pra, e mori. E mori pra, edhe pensionin e siguroi. Doktor këtu, Domethënë, sepse këta bëhen një herë të bëhesh deputet, qoftë edhe një ditë. Po, ke imunitet pastaj. Një pension derisa të vdesësh pastaj të mban atë dheu për kontributet. Sa mirë, e po pa puna vitin tjetër unë për deputete. Kur janë zgjedhjet e ardhshme, dalim ti këndojmë dhe ne ndonjëherë. Mas 4 vite. Ne na mbeti tav zhizhimi. Për momentin. Divzhimi. Disa kanë fat, disa kanë lek, ne të kemi shnetin. Hajde, s'ka gjë. Po mërzita.